Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Beta, gjatë hapjes së shtabit zgjedhor, premtoi disa projekte të rëndësishme infrastrukturore për qytetarët e Gostivarit nëse merr mbështetjen në zgjedhjet e 11 janarit. Ai më tej tregoi arsyet se pse ka dalur për kandidat për kryetar komune. Në këtë moshë u detyrova se sun rrinja karshi ta shoh se si shkatrohet qyteti i Gostivarit dhe si vuajnë qytetarët e Gostivarit prej një njeriu i cili nuk ka pas një jetë të punone në të mirën e qytetit të Gostivarit, po ka pas vetëm një jetë të keq, të mirën me politikë, me shpifje edhe të qëndronë në politikë. Po edhe ati, më 11 janar, Arben Taravari shkon në histori edhe shlirohen qytetarët e Gostivarit dhe gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Kandidati i pavarur i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe ASH-ja e Selës për komunën e Vrapçishtit, Zulhajra Demiri, në takimin e mbrëmshëm me qytetar, kërkoi mbështetje dhe tha se komuna u takon banorëve. Këtë besim sigurisht që e marr me nder dhe përgjegjësi dhe prandaj kam emocion sepse e di që çfarë bare është kjo që ne do e marrim si përgjegjësi. Është vërtet ashtu siç thot profesor Zeqirjahi, andej sa zi e këndej sa bardh, sepse i ndjekim deklaratat e tyre kur ata thojnë se unë nuk njoh humbje, e kjo në aspekt psikologjik, mu më le të lexoj se kjo aludon në mendjemasi. Zgjedhjet lokale të përsëritura në Gostivar dhe Vrapçisht mbahen më 11 janar për shkak se në zgjedhjet e fundit në këto dy komuna nuk ishte dalje të mjaftueshme të qytetarëve në zgjedhje.